Po rikthehemi sërish në studio dhe tani ka ardhur momenti që të flasim për një seri të librave që janë më të famshmit, do të thoja ndoshta nga çdo libër tjetër, nuk ka person që si ka dëgjuar, ose që si ka lexuar, ose si ka parë. Tash aty shkon pastaj preferenca personale, a jemi nga letërsia, libri, apo jemi nga kinematografia? Por që bëhet fjalë për serinë e Harry Potter, disa prej librave që kanë bërë që në nivel global të ketë edhe një masë shumë të madhe të produkteve që i dedikohet edhe pastaj Harry Potter, apo siç themi me thimë të Harry Potter, me ato pjesë të marra nga libri dhe nga filmat, kështu që ne ditën e sotme që shënojmë 2 maj, që shënojmë ditën ndërkombëtare të Harry Potter, do e shënojmë me një mysafire tonën, të cilën shumë shpesh e kemi për tema të cilat ndoshta ndonjëherë i karakterizojmë si më serioze, apo tema që kanë të bëjnë me muzikën klasike, pasi ajo vetë është dirigjente. Kemi pasur këtu për të folur për tema të ndryshme, por asnjëherë, nëse nuk gaboj, nuk e kemi pasur për të folur për Harry Potter. Me mua në linjë direkte është Agona Çupi. Mirëmëngjesi Agona. Mirëmëngjes Era. Më thuaj pak më parë thash që gjithmonë të kemi pasur për muzikë klasike, për tema më të kësaj kategorie, për herë të parë për Harry Potter. Si është ndjenja për ty? Nga dirigjentët flasësh për libra, për Harry Potterin. Po, besoj se përpara se isha dirigjente, kam qenë fan se Harry Potter, kështu që vazhdoj të jem në fakt, por janë më herët të jeta ime të integruara se të gjitha profesionet pastaj. Po si ndjenjë bukur. Ndjenjë bukur. Po më thuaj, si ka ardhur Agona në kontakt me Harry Potterin për herë të parë? Mban me në momentin? Po, sigurisht. Mendoj mbaj me në gjithmonë librat e kontaktin me librat me të parat, edhe Harry Potter është një nga librat me cilët kam rënë në kontakt më e re, më e vogël. Dhe sigurisht që në mungesë të vazhdojmë ta kemi të librarive edhe të vendeve ku mundeshin të gjihen librat, për herë të parë kam Beler në Tiranë, i përkthyer në gjuhën shqipe. Fillimisht ishin 3 seritë e para të Harry Potter, edhe pastaj më vonë, kur akoma shkruheshin, në fakt kur unë mbasi i kisha lexuar, mund t'isha klasa 7-8, atëherë përktheheshin këto të fundit, sepse ishin akoma të papërkthyera. Dhe po, në Tiranë, mendoj se, jo mendoj, po kopjen e parë e kam blerë në Tiranë, komplet intuitivisht, pa ditur se çfarë blej ose si është, edhe biles e kam blerë treshen. Jo serinë siç është, nuk e dija se është seri i librash, që kam blerë treshen, edhe fillova të lexoj, nuk më bënte të fillimi, kishte sende që ishin normalizuar paraprakisht të 2 librat e parë, që si dija, e thash, normal, hyna pash që është seri librash, edhe për fatin tim, në atë kohë ishte një librari që shiste libra brenda Pallatit të Kulturës Tetovës, ishte një librari që kishte libra goxha, ishte furnizuar, edhe e di që kopjen e parë, do të thënë të serinë e parë e të dytën, e kam gjetë aty në Tetov. Edhe pastaj të tjerat i kam blerë ashtu siç janë përkthyer me kohë, me ka gjetë konkretisht mi sill dhe babi ose nga Prishtina ose nga Kana, sepse pastaj moten e nuk i kishte për një periudhë, edhe normal me hapjen e librarive erdhën edhe këndej, po kontakti po me treshin nga qenë. Tashmë nëse nuk gaboj janë 8 libra në serinë e Harry Potter. Ki i ke lexuar gjitha? Janë 7 libra edhe 8 filma. Libra nuk janë 8, janë 7, sepse e fundit është bërë film në 2 pjesë, me që është shumë voluminos, edhe ka shumë ngjarje brenda. Është ndarë në 2 pjesë, sigurisht që i kam lexuar Era. Edhe diçka që ka jashtë serive të këtyre filmave, që kanë të bëjnë me botën e Harry Potter. Ke parë. Po më thuaj, unë kam një marrëdhënie të çuditshme pak në momentin kur lexoj. Nëse e lexoj librin të parin dhe më pas e shoh filmin, më ka ndodhur shumë rrallë që filmi të më përmbush pritshmëritë të cilat i kisha, sepse apo imagjinata dhe kreativiteti jo ndoshta shkon ndonjëherë përtej kufive.
ke parë ndonjëherë filmin dhe si ka qenë raporti më pas me filmin, pasi që e ke lexuar librin? Mendoj se i kisha lexuar të 3 serit e para, kur doli filmi, mendoj kur kam parë filmin pastaj të parin, filmin e parë. Nuk e di, unë gjithmonë në lidhje me këtë çështje i preferoj jo vetëm tek Harry Potter, por në çdo rast tjetër preferoj librat, sepse jo për cilësinë që filmat ofrojnë, sepse filmat e Harry Potter kanë goxha, janë të punuar mirë dhe ka shumë gjëra të bukura edhe i shijoj, është diçka që i shoh, ndodh që t'i shohem kombas kohet gjithë edhe për një herë, por mungojnë shumë gjëra, nëse nuk mund të përfshihen të gjitha detajet, nuk mund të përfshihen të gjitha ngjarjet. Madje edhe ky film i fundit ka ndryshime në disa detaje që u bë pak më i zymt, është më shumë i fokusuar tek ngjarjet, sepse përndryshe nuk mund të kapet rrjedhja e ngjarjeve, kështu që nuk do të kisha thënë që kam përjetuar ndonjë zhgënjim të jashtëzakonshëm, po duke e ditë se gjithmonë preferoj librat në krahasim me filmat, besoj se tek secila vënie e filmave përjetohet kjo, sepse mungojnë gjëra që ti te librat ke lexuar e ke parë pafund. Patjetër. Agona, edhe pse ndonjëherë kur flitet për libra të tipit të Harry Potter që janë fantazi edhe ndoshta nuk prekin shumë realitetin, në rastin e Harry Potter ndoshta edhe është shumë larg realitetit, mendohet sikur është vetëm një lexim relaksues dhe nuk do ndikonte. Ka ndikuar Harry Potter te ti edhe te Agona që je sot? Era, nëse e shohim Harry Potter si një fantazi, ta quajmë kështu, me që e quajt e fantazi, është fantazi, sigurisht, bën pjesë tek librat science fiction, por në të vërtetë është fantazi. Nuk do të kisha thënë që janë larg realitetit ton, jo për të marrë ashtu siç janë, sigurisht që me gjërat që shfaqen, me konceptet që kanë shumë larg realitetit tonë, nuk është se ekziston një gjë e tillë ose kjo sigurisht që jo, por mesazhet që përcjellin edhe simbolika që partin këto lloj librash, konkretisht tani flasim për Harry Potter, po njëjtë është edhe Lord of the Rings, që është gjithashtu Mbreti i Unatës, që është gjithashtu akoma më i njohur se sa Harry Potter edhe më shumë i përfshirë me më shumë fansa, besoj. Por aktualiteti i tyre nuk qëndron tek fantazia, nuk qëndron tek ajo se sa janë në mënyrë, nëse marrim në mënyrë literale, sa janë afër nesh, sepse janë. Aktualiteti i tyre qëndron tek mesazhet që përcjellin edhe tek simbolikat që si libra kanë. Janë të mbushura me simbolika, nëse i zbërthejmë, janë të mbushura me mesazhe shumë të bukura, të cilat edhe për një herë, ashtu siç mitologu Joseph Campbell zbërthen, na kujtojnë udhëtimin e heroit, dhe heroi në vetvete si një njerëz që merr përsipër një aventurë, merr përsipër të luftojë të keqen, e çfarë do lloji qoftë ajo, ose anën e errët, e çfarë do lloji qoftë ajo, këtë mund ta kuptojë gjithkush në çdo lloj kohe, sepse e keqja gjithmonë ka ekzistuar dhe ana e mirë që ka luftuar anën e keqes gjithmonë ka ekzistuar. Thjesht në kohë të ndryshme merr forma edhe koncepte të ndryshme dhe vjen nga anë të ndryshme. Kështu që besoj se kjo është ajo e cila na bën të kuptojmë. Kur kisha një intervistë me një vajzë të gjuhës dhe letërsisë shqipe, me Florentinën konkretisht, kishim një intervistë për librat fantashkencë, pse lexoj. Edhe pse janë, sepse kanë një periudhë kohore, atëherë kur ka dalë Harry Potter, Lord of the Rings edhe disa seri të tilla të librave që kanë dalë edhe kanë marrë shumë hof, janë popularizuar, është një kohë që është mbas luftës së dytë botërore. Është një kohë ku ka qenë shumë periudhë e zymt, shumë periudhë e errët, dhe njeriu i është nevojitur shprehja, i është nevojitur modeli një heroi i cili lufton dhe është për lufton anën e errët dhe përfaqëson anën e mirë.
disa herë na duhen disa shembuj të tillë që t'i shohim. Na duhet nëse kthehemi tek Harry Potter, përveç atij që është heroi i gjithë librit, më thënë është krye personazhi, janë edhe dy miqtë e tij. Na duhet një shembull i miqësisë të tillë. Për gjatë 7 librave është një miqësi e cila asnjëherë nuk vihet në dyshim. Për nga ana për shembull Harry Potter, Hermione dhe pastaj edhe Ron me një luhatje që kanë fund, por në përgjithësi është një miqësi e cila mund të jetë shumë frymëzuese dhe shumë model për një kohë ku shohim që është e vështirë të mbahen vlera dhe është e vështirë të gjejmë vlera. Për këtë mendoj se nuk janë aq larg sa që i mendojmë, nëse i shohim librat dhe nëse i shohim përtej formave të cilat lexohen edhe paraqiten në libër. Unë dua të qëndroj te kjo përtej formave, sepse kjo fjalia që e mira mbisundon në fund, ose asnjëri i keq nuk fiton në fund, kanë qenë fjalit me cilat unë jam rrit, sepse gjithë historitë, përrallat, filmat cilat i kemi në fëmijëri e kanë një mesazh të tillë. Po më thuaj pak, përveç fëmijëve, cilat janë ato simbolika që ndoshta na duhen të gjithë neve që jemi edhe tritur edhe ndoshta jemi tashmë të hyrë në rutinën tonë të përditshme, po që kemi lënë ndoshta anëshat fëmijën tonë brenda? Unë nuk besoj se të gjitha këto që i thash, fëmijët i kuptojnë në një farë forme. Tek fëmijët, sepse akoma edhe librat, pjesa 2 të filmave dhe librave janë të 16+, kështu që nuk kemi të bëjmë me fëmijë, kemi të bëjmë me adoleshent, edhe pastaj me njerëz të rritur. Në përgjithësi, fansat e Harry Potter nuk janë fëmijë, janë shumë përqindje vogël fëmijë. Po e krahasoj vazhdimisht edhe me Lord of the Rings, sepse është ngjajshëm, një mit shumë i bukur edhe njëjtë, shumë i mbuluar me simbolika. Nëse flasim se çfarë mesazhi përcjell tek fëmijët, mesazhet janë më të thjeshta, sepse ashtu edhe të perceptojnë fëmijët në një farë niveli. Këtë miqësinë që thash, çështjen e gjithmonë të pasurit një lloj nevoje, një lloj sensi për aventurë, për të marrë përsipër, për të qenë i vullnetshëm, për të pas dëshirë për ta luftuar anën e errët. Por nëse shohim si të rritur, atëherë simbolikat janë akoma më të thella dhe kemi shumë më shumë punë për të bërë, sepse atëherë mund të shohim se në çdo aspekt që librat nuk po flas vetëm për Harry Potter, çdo lloj miti që paraqitet, sepse mitet janë mesazhe që janë të mbështjella me forma të ndryshme, që janë të mbështjella me histori të ndryshme, por që mesazhi supozohet të jetë i pakohshëm. I çdo lloj miti. Unë gjithmonë i referohem Campbell, sepse ai ka bërë këtë spërtimin kryesor që ka nxjerrë në pak udhëtimin e heroit, që është heroit, jo një hero konkret, po i të gjithë herojve. Mund të marrim çdo lloj historie që ka në vetvete një hero, një njeri që ka rolin kryesor dhe bën udhëtimin, dhe udhëtimi i heroit nënkupton të gjitha ato hapat që dikush me zgjimin e vetdijes së tij, me zgjimin e nevojës së tij për aventurë, për të luftuar për anën e errët, e bën. Që është në fillim i vjen thirrja për aventurë, pastaj betejë nëse e pranon ose nuk e pranon, që ka me veten, edhe pastaj beteja që i gjen pengesa që i gjen aftësinë, mënyra se si lufton, edhe në fund rikthimi tek vetvetja. Nëse shohim si koncept këtë mit për të gjithë dëgjuesit që ndoshta nuk e di se për çfarë flas, udhëtimi i heroit është edhe në YouTube shumë mirë i shpjeguar nga Joseph Campbell, po është një model që paraqitet tek çdo mit, edhe tek çdo, duke filluar mund të marrim edhe legjendat, mitet tona shqiptare, të njëjtën model të heroit e zbërthejnë dhe perceptojnë. Njëjtë, ne si kritur, se shohim, kthehemi tek Harry Potter dhe shohim, ka shumë gjëra që nuk mësojmë. Ka duke filluar nga Harry Potter, që është një i ri i cili kërkon vendin e vet në botë, kërkon identitetin e vet për gjatë gjithë librit. Problemi i tij është identiteti. Sot sa njerëz mund të themi që nuk kanë problem me gjetjen e identitetit dhe vendin e tyre në botë. Domethënë janë shumë pak njerëz që e dinë se ku përkasin edhe ku janë edhe si janë konkretisht. Është një punë shumë e thellë me veten që secili duhet ta bëjë që të mund
të thotë që unë këtë pikë e zotëroj dhe nuk kam nevojë të bëj një lloj kërkimi tek vetja ime, që ta di se kush jam konkretisht edhe se çfarë është gjëja që më përkon ose vendi që kam në këtë botë ose gjëja që dua të bëj në këtë botë. Nga ana tjetër mund marrë Elemash, Voldemort. Voldemort, nëse i zbërthejmë të dy fjalët, është ikje nga vdekja, që është volo, fluturim, edhe morte, që është vdekje. Do të thënë, fluturon nga vdekja, ikën nga vdekja, sepse tek seria ato që e kanë lexuar e dinë që e ndan shpirtin në 7 pjesë, që të mund të jetë i pavdekshëm. Kjo është një model i frikës nga vdekja që çdo person marr parasysh moshën edhe që në momentin që njoftohet me konceptin e vdekjes e bartë me vete. Deri në çfarë pike shkojmë ne si njerëz? Nëse e marrim këtë anën e errët që besoj se gjithë e kemi, siç kemi anën e dritës, kemi edhe anën e errët brenda nesh, varet siç thonë edhe mitet indiane, cilin ujë kushqejm, ai rritet. Po frika nga vdekja është diçka që neve gjithmonë na karakterizon si njerëz edhe gjithmonë do të shohim me çfarë çmimi i ikim vdekjes, ose me sa ndershmëri e presim vdekjen, sepse kur lindim të gjithë e dim se do të vdesim. Deri në çfarë pike mund shkoj kjo frikë e jona, deri çfarë anet erët mund na çojë kjo frikë e jona nga vdekja. Pra, modele të tilla që mund të shohim që janë është një tjetër simbolik që të fundit do ta kap, që është mbrojtja e Harry Potter, që ajo vetë sakrifikohet që ai të shpëtojë dhe kështu si mbas librit, ajo i lëshon fuqinë e saj që ai të jetë i mbrojtur derisa të rritet. Besoj se duke hequr të gjitha këto përshkrime që thash duke fale që janë që lidhen me magjinë, me të gjitha proceset që Harry Potter si libër ka, veç kur e kujtojmë intuitën e nënës, se cila shumë herë mund të themi ku më thiri tash për momentin, tash e di se jam mirë ose është duke të ndodh diçka, edhe nëna është ajo para që të paraqitet, bashkë kur s'duhet, kur ti s'do ta kuptoj ose diçka e tillë. Ajo është magjia e nënës, ajo është intuita e nënës, ajo është mbrojtja e nënës që ta ofron vazhdimisht që kur lit. Kështu që kjo është ajo që dua të them, që është shumë aktual, shumë afër nesh se sa që mendojmë, edhe shumë më shumë do kisha thënë pjesa e dytë sidomos e librave është shumë për të rritur se sa për fëmijë, sepse simbolikat janë më të komplikuara edhe më të thella. Edhe një fëmijë, okay, për intuitën e tij është shumë e bukur për ta lexuar, por do t'i duhet kohë edhe mosh pastaj për të zbërthyer se çfarë realisht shihet përtej të gjitha historive dhe miteve të bukura që janë brenda këtij miti të madh. Ako na përmendet disa personazhe, më thuaj, ke ndonjë të preferuar ti? Nuk është se kam ndonjë të preferuar era, kur i marr një nga një, nëse i marr një nga një, po e shoh që të gjithë kanë anë shumë të bukura, edhe normalisht të gjithë kanë anë që janë që shfaqin të metat e tyre edhe por gjithmonë ka frymzuar, mund ta veçoj që gjithmonë ka frymzuar Hermione me zgjuarsinë e saj edhe me gjithë shkatësinë që e ka, me gjithë guximin që e ka, por mbi të gjitha me besnikërinë që e ka. Dhe pak që nuk janë për fëmijë, janë më tepër për ndoshta për të rinj, për të rritur të rinj dhe më pas për më të rritur. Më thuaj pak, dim ne të lexojmë vepra të tilla, a dim të ndalemi në këto simbolika, t'i analizojmë, apo po e humbim ndoshta pak sensin e të lexuarit në mënyrë më të thellë? Besoj se era vjen edhe me moshën. Nuk është se dikush na ka mësuar që të dim të lexojmë, mua më kanë mësuar, kjo është ajo që dallon. Por shumica po, besoj se na mungon, na duhet vetëm një shtys që përtej asaj që lexojmë ekzistojnë simbolika. Edhe pastaj secili fëmijë, secili i ri, secili i rritur do të hetoj përtej asaj, sepse sot jemi një klikim larg. Këto që po flas nuk janë gjëra që unë i kam shpik as që nuk ekzistojnë dikun tjetër. Është një search në Google, edhe të gjitha këto simbolika dalin. Kështu që besoj se na mungon na mungon thellësia në shumë aspekte të jetës,
por na rëngon thellësia tek konkretisht tek ky zhandër i të lexuarit, sepse jemi mësuar edhe mënyra se si na kanë edukuar për letërsinë është ajo që është. Kupton, lexojmë ç'kjo është përmbajtja, kjo është gjitha kjo, nxjerrë kuptimin, nxjerrë përmbledhjen edhe kaq. Po për librat që janë fantazi nuk kanë ditur të na mentorojnë në mosha të hershme, profesorët, edhe ato që kemi pas që na kanë dhënë gjuhë të letërsinë ose qoftë edhe anglisht në literaturën angleze, varësisht se cili se çfarë studion, nuk na është dashur vetëm një fjali, që diçka simbolike ekziston përtej këtyre formave dhe përtej kësaj bote që është fantazi. Besoj se kjo na mungon edhe, po, sigurisht, kur shpesh herë më ndodh kur flas me njerëz që janë fansa ose me njerëz që e pëlqejnë, e din se e pëlqejnë, por nuk e din pse. Kur fillojmë edhe flasim për vlerat, për gjërat që fshihen, për simbolikat, se thash ka pafund për çdo gjë që mund të shihni edhe të mendoni brenda filmit, çuditen si nuk i di këto sene, por normalisht se këto sene kërkojnë një lloj nxitje ndryshe. Patjetër, Aguna, unë do të me ty është gjithmonë kënaqësi të flasim, sidomos edhe për librat, mirë po fatkeq koha televizive kaq na lejon neve. Ne do jemi sërish këtu së bashku për të folur për Harry Potter, por edhe për libra të tjerë dhe patjetër edhe për profesionin tënd. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit Era, uroj që paktën kemi nxitur që të shifet përtej asaj që thash, përtej simbolikave të asaj që shfaqet. Kështu që uroj të kemi bërë këtu punë. Edhe unë shpresoj shumë, faleminderit shumë. Ditë mbarë.